Vetëm pak orë para prajmit të sotëm, kurioziteti se kush do të largohet mes Valbonës dhe Laertit është tepër i lartë. Të vendosur në sfidë nga vllai i madh për nominimin kokë më kokë, sondazhe të shumta janë hapur se kush do të largohet sot. Dhe nga rezultatet paraprake, përqindjen më të lartë të votave ka Valbona, me 77% të votave për të larguar, dhe pjesa tjetër 23% e votave ka shkuar për Laertin. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, ashtu siç ndryshojnë edhe dinamikat e lojës. Pasi nëse kujtojmë në orët e para të televotimit, të dy banorët ishin me vota të barabarta, 50% të votave Valbona dhe 50% të votave Laerti. Këta banor prej kohësh ishin një lojtar i vetëm, të vendosur nga gjesti në një nga zarfat e valixhes së të ndihmave. Por prajmin e së shtunës, vllai i madh i vuri para sfidës, nëse do vazhdonin si lojtar i vetëm, apo do të ndaheshin, por sidonim do të shkonin në nominim kokë më kokë, ndërsa Valbona zgjodhi të vazhdonte si lojtar i vetëm. Laerti nuk pranoi duke shkuar në këtë mënyrë në nominimin kokë më kokë. Po ju, kush mendoni se do të largohet?